Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Shenja e kryqit është simboli i trefisht, simbolizon vetë Krishtin, bën me dije vujtjen, vdekjen dhe ringjalljen e tij dhe simbolizon fenë e krishterë. Shenja e kryqit tregon identitetin tonë të krishterë dhe përgatësinë në Kishën Katolike, që në pa besimin tonë në Treninë e Shenjtë, në hyjnë atë hyj, në hyjnë birë, Jezu Krishtin, dhe në hyjnë Shpirt Shenjtë, Shpirtin Shenjtë. Kryqi është njëri prej simboleve më të rëndësishme të krishterimit dhe njëherit, simbol i të gjitha kishat të krishtere. Është simbol i përhapur në tërë botën, në veçanti ka domethënie të lartë, kulturore dhe religjioze. Arkeologjia bën të ditur se që në fillet e para të njerëzimit kryqi është mjet i kultit, e përdorimi i tij e ka në fillen që nga koha e gurit. Kur ne të krishterët bëjmë shenjën e kryqit, atëherë e rrisim shpresën dhe sigurinë se jeta jonë është më fort se vdekja. Kryqi për ne nuk është shenjë vdekjeje, me të cilën jeta rrëgjaket dhe shkon në të sosur, por tregon se sa i mirë është Zoti, sa shumë solidaritet ka treguar përmes Jezusit, duke mos e kursyer veten që përmes tij të na vijë aq shumë pranë. Katolikët bëjnë kryq para shujtave, prapa, para punës, posa të kenë hyrë në kishë me ujë të bekuar, që përkujton pagëzimin, bekojnë të vdekurit, bashkë me ujë të bekuar, arken e tij, varren çdo mesh, fillon dhe mbaron me shenjën e kryqit. Në aspektin teologjik, kryqi shpreh para së gjithash shërbimin e kryer përmes Jezusit, tregon dhe shpall që ka përfunduar çdo armiqësi me hyjën, që nga çasti kur Jezu Krishti hoqi mundimet për fajet tona dhe dha jetën deri në fund për të na nxjerrë mëshirë. Kryqi se vend në muret e shtëpijave të katolikëve, në sheshe, në rrugë, në gjoksa, kudo. Kryqi është shenja më e shenjtë e të krishterëve, shenja më e shenjtë e katolikëve.